Sot që në dita më e ftohtë e muajit janar, me moto kryesisht të kthjellët dhe me diell, por të shoqëruar me temperatura ekstremisht të ulta në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve të Meteoralb, kjo pritet të jetë dita më e ftohtë, jo vetëm e janarit, por potencialisht edhe e gjatë gjithë dimrit të 2025-2026. Nëse muaj shkurt nuk do të sjellë depërtime të masave ajrore edhe më të ftohta nga veriu i kontinentit. Gjatë orëve të para të mëngjesit dhe natës, acari ka qenë i theksuar sidomos në zonat malore ku temperaturat minimale kanë zbritur deri në -12 gradë Celsius. Edhe në zonat të ulta janë regjistruar temperatura të ulta, duke kryer kushte për ngrica veçanërisht në akset rrugore rurale dhe në zonat të thella. Meteorologët bëjnë me dije se moti i kthjellët favorizon rënien e mëtejshme të temperaturave gjatë natës, ndërsa gjatë ditës pritet një rritje e lehtë, por që mbetet në mesataren sezonale. Këto kushte kërkojnë kujdes të shtuar për çarkullimin rrugor, bujqësinë dhe shtresat më të ndjeshme të popullsisë, veçanërisht në zonat veri lindore të vendit.